Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 624 u zhvillua lufta e Bedrit ndërmjet muslimanëve të udhëhequr nga profeti Muhammed dhe qafirëve të Mekës. 1519 eksploruesi dhe pushtuesi spanjoll Hernando Cortés me 600 ushtar mbërrin në Meksik në gadishullin Yucatan, ku gjejnë aztekët dhe perandorinë e tyre. 1552 ushtria osmane në komandën e Sultan Sulemanit të parë, i njohur gjithësisht nga perandimorët si ligjbërësi, mori kryeqytetin Beograd dhe ngadhnjeu mbi mbretërinë e Hungarisë. 1634 krijohet Akademia Franceze, e njohur si autoritet i gjuhës e ngarkuar me publikimin e fjalorit zyrtar të gjuhës frënge. 1639 Kolegji Cambridge në koloninë e Massachusetts merr emrin Harvard për nder të klerikut John Harvard, dhuruesi një fondi mbi të cilin u ngrit Universiteti Harvard. 1656 hebrejve u mohohet kërkesa për të ndërtuar një sinagogë në New Amsterdam, New York. 1790 John Martin, aktori i parë i lindur në Amerikë, del në skenë në një teatr të Filadelfias. 1865 Lufta civile amerikane, Jefferson Davis nënshkruan ligjin që autorizon rekrutimin e skllëbërve në ushtrinë e Konfederatës. 1881 vritet nga një atentat cari i Rusisë Aleksandri II. Ai ishte perandori i Rusisë nga 2 mars i vitit 1855 deri në vrasjen e tij më 13 mars 1881. 1884 në Sudan fillon rrethimi i Khartoumit nga forca mahdiste të udhëhequra nga Muhammad Ahmad. 1904 statuja prej bronzi e Krishtit, Krishti i Andeve, përurohet në kufirin Argentin Kili. 1933 Joseph Goebbels bëhet ministri i informacionit dhe propagandës së Gjermanisë naziste. 1938 në emër të nazizmit, Hitleri pushton vendlinjen e tij Austrinë. 1940 Lufta e Dimrit, e cila pati filluar më 30 nëntor 1939 me hyrjen e gati 500.000 trupave sovjetike në Finland, mori fund me dorëzimin e finlandezëve dhe nënshkrimin e traktatit të paqes së Moskës. 1951 Izraeli kërkon nga Gjermania 6.2 miliard marka si kompensim për dëmet e luftës. 1964 Turqia kërcënon Kiprin me sulm të armatosur. 1965 ndron jetë në Florida në moshën 83 vjeçare. Fan Noli, shkrimtar, studiues, diplomat, politikan, historian, orator dhe themelues i Kishës Ortodokse të Shqipërisë. 1988 tuneli i Seikan, tuneli më i gjatë nën tokë në botë, hapet midis Aomorit dhe Hakudates në Japoni. Ky tunel është 53.85 km i gjatë dhe ndodhet i vendosur në një thellësi prej 240 metrash nën tokë. 1994, 33.3% austriakëve voton për Partinë Liria të krahut ultra të djathtë. 1997, dritat në qiell mbi Phoenix, Arizona, u pan nga qindra njerëz dhe nga miliona të tjerë në televizion. 2003, evolucioni i njeriut, revista Nature njofton se në Itali u zbuluan gjurmë të këmbëve të një njeriu që ka ecur drejt rreth 350.000 vjet më parë. 2012, Enciklopedia Britannica njofton se nuk do të botohet më në version të shtypur pas 244 vitesh si e tillë. 2013, kardinali Jorge Mario Bergoglio zgjidhet pap, duke marrë emrin Papa Francesco.